Ata personazhi që janë pjesë e Partisë Demokratike kanë thënë që Partia e Lirisë, por edhe partitë e tjera nuk i meritonin vendet e sigurta në listën e PD-s. Nuk e di kush i ka shprehur këto konsiderata. Është një përpjekje për të krijuar një konflikt artificial mes Partisë së Lirisë dhe Partisë Demokratike. Unë dua t'ju kujtoj rolin e madh të presidentit Meta në veçanti, por edhe të Partisë së Lirisë në tërësi, sa i përket mbrojtjes së pluralizmit politik në vend, dhe këtu i referohem qëndrimeve shumë koherente, shumë të drejta, shumë parimore, që presidenti Meta në atë parë, por dhe Partia e Lirisë sigurisht mbajti në raport me tentativat për të marrë peng Partinë Demokratike nga Edi Rama. Dhe ky është një kontribut i cili as nuk mund të mohohet dhe as nuk mund të tjetërsohet. Partia e Lirisë nuk ka marrë mandatin ose mandatet e marrë në këto zgjedhje janë mandatet Ilir Metës në fakt. Dhe sigurisht edhe mandatet të Partisë së Lirisë nuk janë mandatet të askujt tjetër, kështu që ky është një debat artificial i cili nxitet më falni qëllimisht nga Edi Rama për të kriju material. Janë disa kandidat të PD-s që kanë thënë të gjë. Këshnik Çollaku është një prej tyre që po më vjen tani, po ka dhe të tjerë. Këshnik Çollaku është kandidati. Nuk e kam ndjekur. Po përmend, po flas me. Nuk e kam ndjekur dhe nuk preferoj të bëj asnjë koment të kësaj natyre për zëra të izoluar, të cilat nuk shprehin qëndrimin zyrtar të Partisë Demokratike. Në rast se do të kishte një qëndrim të ngjashëm Zoti Noka sigurisht që do ta komentoja, por përsa kohë zëra periferik që nuk përfaqësojnë asgjë më shumë se sa veten e tyre, refuzoj t'i komentoj dhe refuzoj të bëhen pjesë e këtij debatit, i cili në vlerësimin tim nuk ekziston. Bashkëpunimi jon me Partinë Demokratike ka qenë dhe mbetet shumë i mirë, i shkëlqyer pse. Blushi, do të bëj një pyetje, pastaj do flasim edhe për zotin Meta, për gjendjen e tij gjyqësore, aksioni që do ndërmarrë në ditët dhe në muajt në vim. Zërin Kryemadhi ju shigjeton pothuajse vazhdimisht në deklaratat e saj. Herën e fundit kanë ngritur shumë insinuata. Sa shtëpi ke fillimisht, se ka thënë ka marrë 3 shtëpie, ka ngritur shumë insinuata, e ka përdorur Metën, ka thënë. Ke një koment për të? Nuk kam asnjë koment për deklaratat e zërit Kryemadhi dhe as nuk mos prisni që të bëj ndonjëherë komente. Sigurisht pyetjes tuaja sa shtëpi kam, kësaj mund t'i përgjigjem. Teti Blushi nuk ka asnjë shtëpi. Jetoj në një apartament ndërtuar në periudhën e Enver Hoxhës, apartament në pronësi të vjerit tim, pra Teti Blushi nuk është pronar i asnjë banese, sepse unë nuk kam pasur të ardhur atë mjaftueshme si shumica e shqiptarëve të cilët sikundër e kemi theksuar më fort edhe në fushat u janë dashur dhe u duen 60 deri 70 vite punë për të blerë një apartament. Me të ardhurat e mia modeste, unë nuk kam patur mundësi të jem pronar aktual i një shtëpie në emrin tim. E kam më shumë politike, se s'dua që s'dua të vënë siklet me detaje personale. Unë nuk kam asnjë kompleks sa i përket jetës time personale, sepse besoj edhe ju paktën si ish koleg, por edhe ata që më njohin e dinë që unë bëj një jetë modeste. Kështu që jam shumë i qetë në raport me pasurinë time. Sigurisht pasuria ime më e madhe është familja ime dhe për të jam krenar dhe mbi të gjitha sigurisht karakteri ime edhe pastërtia ime morale, cilën më falin për modestin, po nuk mund ta fshe. Futemi tek zoti Meta. Gjendja e tij si është, kur keni komunikuar me të dhe çfarë ju ka sugjeruar për aksionin politik? Unë zotin Meta e kam takuar 3 ditë më parë. Gjendja e tij është në top form. Parametrat e tij shëndetësor janë parametrat e një piloti. Dhe mund të them që nuk ka dalende në ambientet e IEPV dikush që mund në ping-pong. Është kampion absolut në ping-pong. Një gjendje e jashtëzakonshme, shumë e mirë shëndetësore, kështu që askush mos ketë